është shumë lartë presidenti Donald Trump, tani doni të kthehen edhe ju në sarkazëm si Edi Rama. Jo, po bëj pyetje të sinqertë Edhe një herë, për shkak profesionit. Për shkak të asaj çka thatë më parë që Rama nuk do ta ndërprisni intervistën nëse dini nga konteksti. Jo, absolutisht. Thatë që Rama do të afrohet me partinë tuaj duke u përmendur sepse do që të Po ma thuaj ti mu për çfarë përmend? Çfarë kam bërë? Dakor, prandaj edhe unë si rrjedhoj po të pyes se ju keni patur. Prandaj më nxorë ditë shtunë mua, me dal me ty. A di që është pushim sot për gjithë njerëzit? Kam dalë vetëm për ty, e di pse kam dalë Erman, vetëm për emrin tënd, leje figurën politike, s'është më ja thira për emrin tënd shkëlqyer. Ti thosh faleminderit babait që të ka dhënë këtë emër, vetëm për emrin tënd, se një mal sa do ta godasësh, sa do të hedhësh granata, si vështirë që unë të kundërshtoj aty sot. Mos dilja. Është dita e nënave. Është dita e gruas, e vajzave të mia, e motrës time. Është drejt për drejt dhe e sinqert, nuk ka asgjë për ironi. A keni patur sinjale nga partia, nga drejtuesi, nga nëse Edi Rama nuk bën qeverinë tranzitore, rreziku është përtej Ilir Metës, edhe Erion Velis. Është përtej. Dhe pastaj imagjinoje ti, do kemi një Fatos Nano tjetër më vonë, po nuk e ndihmojmë dot. Po e ndihmoj tani kryeministrin në zotëri. Si? Nuk ka fyr, po ka bërë sarkazëm. Më i miri thot në koalicionin Berisha Kujtim Gjuzi. Jo. 25 kryetarët aty janë më të mirë se unë. Po pse kështu? Janë më të mirë se unë jam Tiranas, kurse ata kanë mbush Tiranën, kanë bërë metropol. Si, ata janë më të mirë. Kjo nuk është arsye. Është arsye e mos arsyes kjo. Mos arsyes, pra çka do thotë që ti bie dakord me Ramën që ti je ndër figura më të mira? Jo. Unë jam i 26 figura këtu. Sa pretendohet të fitojë koalicioni këtë herë? Koalicioni si rregull duhet t'i ketë në listën e garës, mendoj unë duhet t'i ketë gjithë për ashtu Gjuzit që nuk do futem në garë. Nuk do futen në garë? Jo, do t'ju hap rrugë ju trive, pra unë kam bërë deklaratë. Fare nuk do t'jesh pjesë e garës. Edhe sikur të më fusin listë sigurt, se ju e pa që mbrëm ka lëviz lista Tiranës apo jo? Për çfarë lëviz lista Tiranës? Si është puna? Po tani s'mund të jenë listë sorist, se po të jenë sorist atëherë ligji antisorës bie që këtu. Atëherë po deklaron me përgjegjësi të plotë që ti nuk do jesh pjesë e listave. Jo. Për 11 maj. Jo. Vetëm qofse më kap përveshësh Baca, atëherë unë 100 kg jam, po Baca shumë herë më i rëndë se unë në konceptin filozofik. Po më kapi përveshësh ç'a të bëjmë? Se të ka përveshësh Baca. E ke diskutuar këtë gjë me Sali Berishën? Në shërbim të koalicionit? E kam diskutuar me shkëlqësinë e tij, ministri i brendshëm i Aleancës Madhështore. Se Shqipëria madhe e thamë përpara, shkëlqësinë e tij ministri i brendshëm, pastaj Flamurnoka, doktor Flamurnoka. Pse qesh, çka ke? Ama pse qesh? Po pse qesh valla? Po pse më morë që po shumë mirë bën që qesh, atëherë se tu ikën rrudhat nga balli. Ha, ç'a të kishe tjetër? Ke përdorur një sarkazëm të mirë, besoj në këtë deklaratë. Po mund të ketë sarkazëm Edi Rama tani që vjen nga Durrësi në Tiranë, nga Berati në Tiranë, se edhe ti je nga Berati, ke konflikt interesi këtu, edhe nga Gjirokastra, di çfarë thot për këtë një Tiranë si hershëm. Nga fundi botës ke ardhur thot, në Tiranë ke zonë vend, kaptinën pika do më na dhon dhe men. Unë pranoj men për te se gazetar me emër Ermal gjë e madhe. Gjë e madhe. Po qesh, ha?